kuptueshme për logjikën. Mund të kuptohet nga njerëzit e urtë, nga njerëzit të cilët mundohen që të kuptojnë thelbin e këtyre gjërave. Dhe edhe në rastin e haxhit, baza logjistike, baza arsyes nafton ne të bindemi se këtu qëndron çfarë? Në këto adhurime qëndron ai karakteri se si robi i vërtet i Zotit vendoset dhe qëndron para zotërisë së tij me respekt. Dhe vijon dhe thot, në nderimin e Qabes, në bërjen e saj pikë synim, në shenjtërimin dhe madhërimin e Qabes dhe zonës përreth saj, në drejtimin e njerëzve në karvane dhe të plurosur ka Qabja, spikatet robi, njeriu pra, që me vetdije dhe për ulje është drejtuar ka zotëria e tij. Pra ka Allahu i lartësuar, Zoti i tij dhe i gjithë botëve. Dhe thot sa në fjalë është një çështje e kuptueshme. Pra shikoni se si tek haxhi dhe tek gjithë ritualet e tjera islame ne do të spikasim realitet se sa e meritojmë titullin rob të Zotit. Shumë prej veprave të haxhit në fakt po të shikojmë ne kemi informacion historik për ta, por disa të tjera nuk kemi për ta informacion historik dhe kjo siç e tham, sepse nuk është domosdoshmëri që njeriu të di detajet për çdo gjë, por njeriu mjafton që të di historikun e diçkaje, të di thelbin e saj dhe kjo është më se mjaftueshme për të. Le të fillojmë flasim diçka në lidhje me historikun e këtyre vendeve të cilat Allahu i lartësuar zgjodhi për ne që në to të kryejmë ritualin e haxhit. Pikë së pari, për sa i përket obligimit dhe fillimit të haxhit, duhet ta dimë se nuk ka filluar haxhi në epokën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ose të ummetit kombit musliman. Por ai ka filluar shumë më herët. Thënë ndryshe pra, nuk është kryerja e ritit të haxhit një gjë e re për profetët e mëparshëm. Madje ne na thuhet se për sa i përket haxhit, Allahu i lartësuar pikë së pari ka urdhëruar Ibrahimin alayhis salam, duke i thënë atij dhe t'i thirr ndër njerëz për haxh, pra thirr njerëzit që të vijnë dhe të synojnë adhurimin e Zotit në këtë zonë të shenjtë dhe rrethinat e saj. Dhe thot Allahu, thirr ndër njerëz për haxh se do të vinë ty këmbësor e edhe karvane të raskapitur që vijnë prej rrugëve të largëta. Në këtë kontekst tregohet Ibn Kathiri thot në komentimin e tij për këtë thënie kuranore thot, Ibrahimi alayhis salam kur Allahu ja drejtoi këtë urdhër hynor, pra i zbriti këtë shpallje hynore, tha, o Zoti im, po si ti thrasun njerëzit kur zërim nuk mbërrin tek gjithë ata. Pra shikoni se si vet fakti në fjalë, pra kjo bisedë midis Zotit dhe Ibrahimit, apo thënë ndryshe profetit Zotit dhe Zotit ti, na tregon që Islami është feja e urtësisë. Ai kërkon urtësinë, do të Zot, unë mirë do të thras, po si do të arrijë zërim? Atëherë Allahu i lartësuar i thot, o Ibrahim, ti ke për detyrë që të thrasësh dhe ne kemi për detyrë për çimin e zërit tënd. Dhe kështu ndodh në realitet, Ibrahimi tregohet që hyp në një vend të ngritur dhe nga aty ai thret, o ju njerëz, Zoti juaj e ka marrë një shtëpi, ka zgjedhur një vend për shtëpi për mysafirët e tij, Qaben madhështore, Qaben e lartë madhruar. Prandaj hajdeni dhe kryeni haxhin tek ajo dhe rrethinat e saj. Dhe transmetimet tregojnë se e kanë dëgjuar këtë thirrje të gjithë njerëzit pa përjashtim. Madje tregojnë transmetimet se ka arritur kjo thirrje edhe në botën e geneve, në botën e shtyllës palcës kurizore, në cilën janë gjendur fillimisht njerëzit para se të vinë në botën e barkut të nënës, pra para se të ngjizen, dhe është përgatitur, ose thënë ndryshe, pra Allahu i lartësuar e ka përçuar këtë zë dhe është përgjigjur këtij zëri çdo gur, është përgjigjur madje edhe balta, edhe drurët dhe gjithë ata të cilët Allahu i lartësuar pa të këta atë shpirtin e mirë dhe vendosi që t'jenë prej atyre që do ta kryejnë këtë ritual madhështor, haxhin, dhe u përgjigjen këto të gjithë me përgjigjen lebejk Allahumma lebejk, që do të thotë tu përgjigjem o Allahu ynë, tu përgjigjem. Kjo është për sa i përket, pra kur është bërë obligim haxhi dhe cila ishte forma, historiku i bërës obligim të haxhit. Dhe kjo është për sa i përket kohës së Ibrahimit alayhis salam. Ndërsa për sa i përket historikut të obligimit të haxhit, në
kohën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dietarët përmendin që kjo gjë ka ndodhur nga viti 6 deri në vitin e 10. Thënë ndryshe, ka mendime që ka ndodhur në vitin e 6 Hijri, pas emigrimit të profetit. Ka mendime në vitin e 7, ka mendime në vitin e 9 dhe ka mendime edhe në vitin e 10 të Hijrit. Dietari i madh Islam Ibnul Qayyim thot në veprën e tij Zadul Ma'ad, që do të thot pra ai pajimet apo pajisja apo furnizimi për rrugtim, na thot në këtë vepër të tij, thot pejgamberi, profeti Muhammed, paqja dhe lavdrimi i Allahut qofshin mbi të, pas hijretit, emigrimit të tij në Medinë, nuk ka bërë vetëm se një haxh të vetëm. Pra para kësaj profeti pa të bërë haxh, por ende nuk ishte obliguar çështja e haxhit, sidomos me rituale specifike të cilat i gjetëm që të vendosen në haxhin e vetëm, dhe i cili në fakt ishte edhe haxhi i fundit i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në vitin e 10 Hijri, pas emigrimit të profetit. Pra kjo është për sa i përket historikut të haxhit në Islam. Imam Kurtubiu, një tjetër dietar shumë i madh Islam, i cili ndër të tjera shquhet edhe për komentimin e Kuranit famlar, thot në lidhje me këtë, thot haxhi ishte i njohur tek arabët. Pra arabët e kryenin ritualin e haxhit para se Kurani, fjala e Allahut të lartësuar, ta obligoi profetin Muhammed me kryerjen e haxhit, por ata e kryenin në disa forma të cilat përmbanin shumë devianca, të cilat përmbanin shumë veprime të gabuara, madje shumë prej tyre që ishin në kundërshtim të plot me njësimin e Allahut të lartësuar, me fen e Allahut të lartësuar. Por vetëm në vitin e 10 Hijri erdhi haxhi dhe i korrigjoi të gjitha gabimet, i mbajti ato ritet të cilat ishin të sakta dhe përmisoi dhe nxori haxhin me këtë formë të përsosur me të cilët udhëzoi profeti i Zotit, i reveluar dhe të cilit ju shpall nga Allahu shpallje për këtë lloj udhëzimi, reveloi për çështjen e kryerjes së haxhit. Për sa i përket tavafit rreth Ka'bes, historiku i tavafit rreth Ka'bes, pra i rrotullimit rreth Ka'bes, vjen nga Allahu i lartësuar pikërisht në historinë e Ibrahimit dhe Ismailit alayhim salam, paqja qoftë mbi të dy ata. Thot Allahu i lartësuar, Ibrahimin dhe Ismailin i urdhëruam, ju të dy pastroni shtëpinë time për vizitorët, pra ata që do të vinë, do të vizitojnë këtë shtëpi, mysafirët e Allahut, për ata që do të qëndrojnë në këtë vend, pra ata që do të mujohen, do të bëjnë itikaf në këtë vend, dhe për ata që falen aty. Pra shikojmë këtu që është përmendur këtu edhe çështja e frekuentimit të Ka'bes, edhe çështja e kryerjes së tavafit rreth Ka'bes, dhe kuptojmë që rituali i rrotullimit rreth Ka'bes, tavafit, është vendosur herët pra nga Allahu i lartësuar dhe i është kumtuar Ibrahimit që në kohën e tij, dhe e dim shumë mirë që Ibrahimi alayhis salam është babai i Ismailit, dhe Ismaili alayhis salam është djali i Ibrahimit, i cili është një nga gjyshërit e hershëm shumë gjenerata më parë të profetit tonë të ndritur, profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pra që në këtë hershmëri ekzistonte rituali i ngujimit, qëndrimit në Ka'be, kryerjes së rrotullimit, tavafit pra në të. Për sa i përket faktit se si gjatë tavafit rrotullimit rreth Ka'bes, në 3 ecjet e para rreth Ka'bes, është një rit, apo thënë ndryshe, është një specifik, një karakteristik që e ka emrin ar-raml, që përkthehet nga gjuha arabe që thot një ecje me hapa të vegjël, të shpejtë, dhe kjo ndodh enkas, është traditë profetike për meshkujt dhe jo për femrat, dhe ndodh në tavafin e ardhjes. Pra, tavafi i parë që kryet sapo vjen në Ka'be është ai i rrotullimit rreth Ka'bes. Kur kryet ky rrotullimi, i cili përmban 7 rrotullime, në 3 rrotullimet e parë është kjo që quhet raml, që do të thotë ecja me hapa të vegjël dhe të shpejtë në këto 3 rrotullimet e para. Historiku i kësaj është se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur erdhi me shokët e tij dhe po kryente rrotullimin, erdhi nga Medinja pra, dhe po kryente rrotullimin në Ka'be, dhe dëgjoi nga shokët e tij se Mekasit po intrigonin dhe po donin që të ulin atë reputacionin, të ulin atë famën, të ulin vlerat e muslimanëve, duke thënë se muslimanët kanë ardhur nga Medina dhe janë të lodhur, të kputur, sepse në Medinë ka edhe smundje, ishte një epidemi e shfaqur në Medinë, e cila në fakt Allahu i lartësuar
ju përgjigj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam lutjes së tij dhe e largoi përfundimisht nga Medinja. Por në fakt ajo pa të ekzistuar më parë dhe ata po intrigonin se muslimanët janë shumë të dobët, i ka kputur kjo lloj smundje, kjo lloj epidemie e Medinës. Për këtë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i urdhroi ata që edhe pas këtij rrugtimi të largët nga Medinja e largët në Mekë dhe me gjithë këtë lodhje ata të nxitonin në 3 rrotullimet e para dhe pikërisht ky është historiku i nxitimit në 3 rrotullimet e para rreth Qaves, pra në 3 rrotullimet e para nga 7 rrotullimet e tavafit rreth Qabes. Përsa i përket historikut madhështor të ecjes me hapa të shpejt mes Safas dhe Mervas, pra malit të Safas, apo kodrinës së Safas dhe kodrinës së Mervas dhe ujit të Zemzemit, shumica jon e din historinë e bukur, historinë madhështore në lidhje me këtë çështje. E din se si Ibrahimi, paqja Allahu qoftë mbi të, urdhërohet nga Allahu i lartësuar që gruan e tij Haxhiren dhe djalin e vetëm të tij aso kohë, Ismailin, kurse më pas Allahu i lartësuar me gruan e tij Sarën i jep edhe një fëmijë tjetër, i jep Ishakun. Por këtu bëhet fjalë që ishte vetëm një nga djemtë e tij Ismaili alayhis salam, ai i cili jetonte aso kohë, dhe Ibrahimi urdhërohet nga Allahu i lartësuar që në një luginë mes kodrave, në një vend ku vetëm disa gjurmë shumë të vogla kishin mbetur nga qabja e madhnueshme, të sillte dhe të vendoste të ngujonte gruan e tij dhe djalin e tij, i cili ishte ende foshnjë gjiri, ende pinte gjë tek nëna e tij, ti vendoste aty, tu linte vetëm pakës ushqim, pakës hurma dhe vetëm një pagura apo një enë shumë të vogël e cila përmbante ujë dhe pastaj të largohej. Ky ishte urdhri i Allahut, i cili duhet zbatuar se s'bën. Dhe shikojmë se si në momentin kur Ibrahimi po largohej, e shoqja Haxhireja, e cila befasohet nga largimi i tij, thot: "O Ibrahim, thot, çfarë po bën, thot, ku po shkon, ku po na lën? Në këtë vend në cilën normal mund të zbres ka një moment në tjetrin ndonjë bish, normal që shumë shpejt do të mbaroj ushqimi ynë, do të mbaroj uji ynë, dhe bashkë me mua do të edhe fëmia ynë i vogël, patjetër do t'i vuaj pasojat. Madje mund të jetë shumë serioze çështja ajsa të dy ne të përfundojmë të vdekur." Mirë po, Ibrahimi a.s. nuk po i kthente përgjigje. Në një moment tregohet se Haxhireja i thot: "O Ibrahim, a Allahu të urdhroi që ta bësh këtë?" Atëherë Ibrahimi i kthen përgjigje vetëm me një fjalë: "Po." Kjo që e gjitha. Vetëm kjo fjalë që nga Ibrahim. "Po." Atëherë Haxhireja, kur e merr këtë si hariq, kur kupton se ky nuk ishte veprimi njerëzor i Ibrahimit, por ishte urdhër i Allahut, dhe e dinte se çdo urdhër i Allahut, sado që në pamje të parë mund të përmbaj edhe gjërat paspjegueshme, në thelbin e tij ai përmban vetëm mirësi, qoftë karakterit të kësaj bote, qoftë aq më mirë e karakterit të shpërblimit në botën tjetër në parajs, ajo atëherë ngushëllohet dhe i thotë: "Shko Ibrahim dhe mos ki dert, sepse nëse është Allahu që të ka urdhëruar, ai nuk ka për të na çuar dëm." Dhe ky është historiku, dhe në moment, edhe pse ajo mori konfirmimin e Ibrahimit alayhis salam, se në këtë rast Allahu e kishte dhënë këtë urdhër, nuk u mjaftua me këtë gjë, por në momentet kur ushqimi i mbaroi, pasi shoqi kishte hikur, por tregohet që në momentin kur largohet Ibrahimi alayhis salam, shkon në një ngushticë dhe nga aty e shikon Haxhiren dhe djalin e saj të vogël, dhe në këtë pozicion Haxhireja dhe djali nuk e shihnin Ibrahimin, kurse ai shikonte. Në këtë moment Ibrahimi bën lutjen e famshme, në cilën ngren duart nga qielli dhe i lutet Allahut, i thotë: "O Zoti ynë, o Zoti ynë, unë një pjesë të familjes time, pra gruan time, bashkëshortën time dhe fëmijën tim, djalin tim të vetëm, i kam lënë në këtë vend të shkret, pa bim, pa ushqim, pa ujë. O Zoti im, i kam lënë kështu sepse ti më ka urdhëruar. O Zoti im, i vendosa këtu sipas urdhrit tënd dhe bëj këta, o Zoti im, të jem prej atyre që të ta përmbushin urdhrin tënd. Urdhrin më madhështor, faljen e namazit. Dhe e dyta, bëj, o Zoti im, që zemrat e njerëzve të mallëngjen, të fluturojnë për të këta." Shikoni, jo thjesht i duan, por të fluturojnë, ti duan në një mënyrë shumë të spikatur, të mos bëjnë dot pa ta. Dhe pastaj vijon dhe thot: "Dhe bëj ata që në saj të furnizimeve që do t'i vijnë prej teje, ata t'jenë falendërues dhe mirënjohës." Dhe kështu ndodh me të vërtet më vonë, siç e dim historikun, që Allahu i lartësuar mundson që një fis nga fiset më të mira, më të ndershme të beduinëve. Dhe ne e dim që në fakt
beduinët në përgjithësi kanë qenë njerëz të ndershëm, por një nga fiset më të mira vendosen në këtë vend dhe ata kontribuojnë me gjitha format në begatit, në të mirat materiale të kësaj gruaje dhe foshit saj derisa rritet Ismaili në formë më të mirë dhe kulturohet me kulturën e tyre shumë të mirë dhe me kalimin e kohës më tej edhe prej vizitave të shpeshta të Ibrahimit, ai edukohet shumë mirë dhe përcjell Islamin tek ky fis i cili me kalimin e kohës rritet dhe zgjerohet dhe prej tij pra dhe prej të tjerëve ndër të tjerë dhe prej martesës që pati Ismaili me një nga bijat e këtij fisi vinë më pas banorët e Mekës, prej cilëve vjen edhe profeti i ndritur, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, paqja dhe lavdërimi i Allahut qofshin mbi të. Historia tregon që në momentin kur Haxhiria pa që çdo gjë kishte mbaruar, ajo kuptoi fare mirë që ti mbështetesh Allahut nuk do të thotë të rish me duar në sqetull si thot populli. Nuk do të thotë të rish me duar në xhep, por do të thotë të lëvizësh, të japish maksimumin tënd. Dhe kështu bëri në të vërtetë. Pas e vendi i vetëm i cili siguron të asaj vizionin më të qartë duke na ftuar ne pikë së pari të jemi njerëz vizionar, njerëz që krijojnë vizion në jetën e tyre, njerëz të cilët i bëjnë gjërat me largpamësi. Ajo nuk shikon nga vendi ku ndodhi, por zgjedh vendin më të afërt të mundshëm dhe vendin më të lartë të mundshëm, nga aty të hedh vështrimin për të kaptuar, për të kaluar hallin në cilin kishte rënë, edhe pse kishte marrë përgjigje nga bashorti i saj se Allahu kishte urdhëruar për këtë gjë. Dhe ky vend ishte pikërisht kush? Ishte mali apo kodrina e Safas. Hyp në të dhe hedh vështrimin. Mirë po shikon se nuk shihte asgjë pra e cila e përgëzonte për diçka premtuese që do ta nxjerrë nga situata e vështirë. Prej kësaj ajo nxiton, ngren paksa rrobën e saj që mos ta pengonte dhe diku nga mesi i luginës që bashkon atë kodrën e Safas me atë të Mervas, i nxiton edhe më shumë hapet e saj. Dhe shkon dhe vrapon derisa arrin në skajin tjetër dhe ngjitet në kodrinën e Mervas. Dhe nga aty vepron të njëjtën gjë. Dhe vepron këtë gjë 7 herë. Pra, shkon nga Safeja tek Marvaja 1 herë, kthehet nga Marvaja tek Safeja së dyti 2, dhe kështu me radhë derisa i takon që herën e 7 të kthehet sërish tek Safaja, tek kodrina e Safas, dhe aty në këtë kodrinë ajo pra pasi kishte bërë atë përpjekjen e saj, i lutet Allahut të lartësuar dhe befasohet kur shikon se tek fëmia e saj, engjulli madhështor Xhebrail me krahun e tij godet tokën dhe aty pranë këmbëve të fëmisë të saj del një burim uji dhe ky është pikërisht uji i Zemzemit. Afrohet nëna e cila shumë e kënaqur për këtë zgjidhje që i jepet, sidomos pas lodhjes dhe përpjekjes, afrohet tek ky vend dhe fillon me një herë që ujin ta rrethojë me duart e saj dhe të krijojë sistemin e kështu disa bariera me rërën e shkretirës të vendit aty dhe fillon dhe merr nga ky ujë. Fillon dhe merr nga ky ujë dhe pin vetë sepse pirja e ujit prej saj do të thoshte gjë, do të thoshte qumësh për fëmijën e saj, por siç tregon një nga transmetuesit e Kuranit dhe nga transmetuesit e thënë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Ibn Abbas i thotë, nëse do ta kishte lënë nëna e Ismailit, Haxhireja, këtë ujë të rrithë fillimisht, pra kjo na mjafton që mos nxitohemi. Ta kishte lënë të rrithë fillimisht, ai do të ishte bërë një burim i rrjedhshëm. Por për vetë faktin se ajo nxitoi më një herë, pra që fillimisht ta rrethonte, ta ngujonte atë ujë, pastaj mbrapa filloi më një herë të merrte nga ai, kjo gjë ndikoi që ky ujë të ngelet një burim nën toksor. Përndryshe siç thotë Ibn Abbasi, ai do të ishte një burim i rrjedhshëm nga i cili do të ishin krijuar pra rrende pse jo edhe lum prej tij. Ky është në fakt historiku i sajt, ecjes së kësaj gruaje, e cila u mbështet tek Allahu duke punuar dhe duke kërkuar dhe na bën ne apel për të njëjtën gjë. Dhe ky është edhe historiku i ecjes në mes kodrës së Safes dhe asaj të Mervas. Në fakt, historiku vazhdon më tej me qëndrimin në Arafat. Si ka ngelur historia e qëndrimit në Arafat, na tregon neve një nga shokët e profetit Muhammed, paqja dhe lavdërimi i Allahut qofshin të thotë, isha unë me dikë tjetër dhe ishim vendosur shumë të spostuar në zonën e Arafatit dhe profeti na dërgon neve një sahabi, një shok të tonin pra, i cili ishte nga shokët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe vjen dhe na thot, jap dërguar nga i dërguari i Allahut, paqja dhe lavdërimi i Allahut qofshin mbi të, tu them, vendosuni në vendet e kryerjes së riteve të haxhit. Pra vendosuni kujdes
Mos dilni nga zona e Arafatit, sepse po dolet nga zona e Arafatit, qoftë edhe një plën po spostuat, ju hiku shpërblimi, ju hiku haxhi. Apel këtu për të qenë ndjekës të denj, për të qenë zbatues të denj të porosive të çmuara, të porosive me vlerë hynore, të cilat na vijnë nga i dërguari i Allahut, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kjo është për sa i përket diçka e cila na tregon neve për pozicionimin dhe qëndrimin gjatë haxhit në zonën e Arafatit. Po kështu, do të shikojmë se nga historitë madhështore të haxhit është edhe ajo e kurbanit. Dhe ne e dimë që sërish historia e kurbanit ka lidhje me Ibrahimin alayhis salam dhe me djalin e tij Ismailin. Tregohet që teksa djali i tij vetëm Ismaili, i cili kishte lindur pas shumë kohësh, atëherë kur thuaj se Ibrahimi alayhis salam i kishte humbur shpresat se mund të kishte sërish fëmijë. Ishte plakur ai dhe shoqja e tij. Do me thonë, në rastin e Ismailit alayhis salam, ishte plakur ai vet pra, dhe po e luste Allahun, o Allah, dua të kem një trashëgimtar. Dhe në këtë moshë të thyer, Allahu i dhuron Ibrahimit këtë djalë, i cili në fakt ishte një djalë shumë i bukur, shumë i pashëm. Thot Allahu, një djalë i ëmbël, një djalë miqësor. Dhe kur ky djalë arrin në kulmin e moshës, bëhet një djalosh, atëherë i takon që Ibrahimi alayhis salam, paqja dhe lavdërimi i Allahut qofshin mbi të, her pas here shkonte nga Palestina, ku jetonte me Sarën, vinte tek gruaja bashortja tjetër, tek Haxhireja, dhe tek djali i saj Ismaili, i cili aso kohë ishte djali i vetëm, dhe flinte dhe qëndronte disa ditë në shtëpinë tjetër bashkëtorë të tij në zonën e Mekës. Dhe tregohet që një natë prej netësh, në cilën ai po flinte dhe aty pranë kishte edhe djalin e tij, vjen Allahu i lartësuar për të me një ëndër në cilën urdhërohet që djalin e tij të vetëm, Ismailin, paqja e Allahut qoftë mbi të, duhej që ta sakrifikonte për të. Dhe ne e dimë se si vjen më te historia që profeti Ibrahim, dhe ne e dimë shumë mirë që ëndrat e profetëve janë gjithmonë shpallje prej Allahut të lartësuar dhe si të tilla duhen që të veprohen.